Historiani i njohur Bajram Gjafaj publikoi librin Lëvizja për rivendosjen e besimit fetar 1989-1990. Botimi dedikohet lëvizjes për rikthimin e lirisë së besimit në Shqipëri 35 vite pas krimeve të komunizmit ndaj klerikëve dhe besimtarëve, cilët u vranë e u burgosën në burgjet e Shqipërisë, ndërsa në vitin 1967 me urdhrin famkeq të Enver Hoxhës, shtëpitë e Zotit, xhamit dhe kishat u shkatruan. Po promovoj një libër që është rezultati një pune mbi 15 vjetë, të paktën. Bëhet fjalë për një histori të e ngritjes së problemit të lirisë fetare në Shkodër. Në vitin 1989, bashkë me kohën kur po bëshin ndryshime në gjithë Evropën lindore, edhe në Shqipëri u kapluan nga kjo lëvizje. Shkodra ka qenë vendi kryesor i gjithë lëvizjeve në fakt, përparimtare, kulturore, masive. I tregova profesorit tim të dashur në zyrën e Myftinis një tablo të cilën ju të gjithë e keni përparasysh. Dhe kurdo që e viziton zyrën time, por jo vetëm, mund të shohë atë pamje të madhe të xhamisë së Plumit këtu e 35 vite më përpara. Kur një turm e pa llogaritur njerëzish kishin të imbushur zonën e lagjes së vjetër të Tabakut. Dhe në mes të tyre Hafiz Sabri Koçi thëriste me të madhe, lavdi të madhit Zot. Ja tregova këtë profesorit tim të dashur, edhe ai u përlot. Edhe bashkërisht folëm rreth kësaj mirësie të madhe të lirisë së besimit. Ky libër nuk është thjesht një përmbledhje faktesh historike, por është një rrëfim i gjallë për sakrificën, qëndresën dhe shpresën e njerëzve që në një kohë të errët diktature kriminale guxuan të ruajnë dritën e besimit në zemër. Gjatë promovimit të librit në Shkodër, historiani i njohur Bajram Gjafaj ju bëri thirrje studiuesve dhe të rinjve të pasurojnë më tej bibliotekat e kujtesës kombëtare për të mos lejuar përsëritjen e ngjarjeve të tmerrshme që përjetuan besimtarët shqiptar nga regjimi komunist.